Nëse i keni 107.000 euro dhe po kërkoni me e ble një apartament ose një shtëpi të dytë e Buzdetit, ne doa prezentojmë në detaje këtë super mundësi. Kjo i ka 64 m2 hapësirë banimi, e ndërtuar para pak vitësh dhe e finalizuar nga një kosovar në gjendjen që shihet. Është fare pak e shfrytzuar, vetëm gjatë stinës së verës. Ka ndi këto dekorët tonash, dolapi ose libraria ku ti mundesh me vendos ndonjë libër që të cilën ti mund ta lexosh gjatë pushimeve, ose në dekorët të ndryshme. Televizionin në ballë është 65 inch, kuzhina është mjaft e bukur dhe me të gjitha elementet, është me kejt pajisjet e duhura, nga mikrovalja e furra, enlarsja, pllaka, ndërsa frigoriferi veç po e vrejni, është 2 kahor. Dyshemene keni të punuar me pllaka, tavanet i keni të lëshuara dhe të punuara me shumë merak. Orientimin banesa e ka të hapun të papengun nga lindja, është kati i tretë i banimit. E keni me ashensor, ndërsa jashtë doa të regojmë edhe pamjen se si duket objekti ku ne jemi duke ofruar përshitje këtë banesë. Vendi është në kune, nga vendet me frekuentimin më të lartë që kosovarët e frekuentojnë. Është vetëm 100 metra nga deti. Tash po futemi edhe në dhomën e qiftit. Të dy hapësirat i kanë edhe klimat e vendosura. Dhoma është mjaft e madhe dhe shumë praktike. Shtratin e keni të mjaftueshëm dhe e keni po ashtu edhe dollapin për vendosjen e rrobave. E në këtë hapësirë prej 64 metër e kemi banjon dhe balkonin, shkojmë ta shohim. Balkoni është mjaft i madh. I ka edhe mizorët për mos lejimin e insekteve me u fut brenda. Pamjen e kemi të hapur nga lindja, si që të regum, e keni bjeshken për para. Anën në kundërt e kemi plazhin, ku shkojmë edhe e shohim. E nga jashtë, objekti duket i tillë. Ki hapësirë të shumë të parkimi, jo veç për veturën tuaj, po për një qytet të tonë të ki vend për parkim. E ku është lokacioni, tash do ta shihni edhe nga droni.